Garat brenda komunës e përzgjedh fituesin e saj, pastaj në muajin gusht mban garat në nivel vendi ku secila komunë e dërgon përfaqësuesin e tyre, pastaj zgjidhet edhe vendi i parë, i dytë, i tretë e kështu me radhë. Me sa gëzim e presin nxënësit edhe si bëhet selektimi i tyre për të shkuar në këto gara, apo janë të gjithë e kanë të lejuar që të jenë pjesë e garave? Po, patjetër që të gjithë, nuk kemi ashtu ndonjë dallim, mirë po ne si mësuese zgjedhim nxënësit cilët kanë qenë të shkëlqyeshëm, normale shikojmë edhe atë anën se si kanë qenë në shkollë, mirë po edhe në xhami sa kanë qenë prezent në xhami, sa kanë qenë të rregullt në mësim-besim. Mirë po i mbajmë edhe disa teste, ashtu provime të vogla, mi pa se sa janë të gatshëm me qenë prezent gara, mirë po edhe ajo ana se janë të gatshëm emocionalisht me qenë prezent gara për shkak se është një lloj stresi që mundën me pas fëmijët. Këto gara mundin me i sjell fëmijëve ndoshta më shumë motiv që të vinë edhe të jenë pjesë ndoshta edhe aktiviteteve të tjera të cilat ndoshta edhe nuk përfshihen në xhamin tuaj, po edhe munden me qenë ndoshta edhe jashtë xhamive, thjesht kanë më shumë motiv që të mësojnë për besimin. Na kena marrë pjesë i xhami, kena marrë pjesë edhe vitin e kaluar në garat në komunën e Prishtinës, edhe vitin e kaluar kena fitu do të thënë kemi përfaqësuar komunën e Prishtinës, mirë po edhe këtë vit po e përfaqësojmë komunën edhe ka ndikuar shumë edhe fitoria vitit kaluar që me marrë pjesë edhe për neve si mësuese, por edhe për nxënësit si grup ka qenë shumë motiv që me marrë pjesë në gara, fitoria atyve ka ndikuar shumë vetbesim, edhe ka ndikuar që edhe nxënësit tjerë në farë forme me lakmu që me marrë pjesë edhe me ju shtuaj motivi që me mësu ma shumë edhe me qenë ma të rregullt edhe në mësim-besim. Për juve si mësues si ju bën të ndihet ky fakt që ndoshta çdo vit po shtohet numri i nxënësve dhe ka interesim më shumë? Patjetër që na bën mundi shumë mirë, ajo ndjenja që i kena nxënësat edhe të mrekullueshëm, edhe na ka bërë shumë krenar edhe fitoria e djeshme që na kemi fituar në garat e diturisë. Do të thotë shumë pozitiv, shumë të lumtur. Reina, ka